4 muaj më parë, më datë 11 mars, CNA ju drejtua me një shkresë zyrtare Bashkisë së Tiranës, ku kërkonim informacion në lidhje me sipërfaqet e reklamave të vendosura në eventet që zhvillohen nga Bashkia e Tiranës. Pra e thënë thjesht kërkuam informacion se sa reklama, banera, leduolle janë vendosur në evente të ndryshme në sheshin Skënderbej, sheshin Nën Tereza, por dhe për vende të tjera ku janë zhvilluar aktivitete të ndryshme. Me kërkesa zyrtare, duke ju referuar kushtetutës dhe ligjet, kërkuam sipërfaqet e përdorura për reklamime, kontratat që ka bërë Bashkia e Tiranës me kompaninë që do ta bëjë menaxhimin e aktivitetit. Përveç kontratave apo sipërfaqeve, kërkuam informacion për të dhënat dhe të ardhurat e gjeneruara, pra që ka përfituar Bashkia e Tiranës, pra të ardhurat që kanë përfituar qytetarët e Tiranës nga zhvillimi i këtyre aktiviteteve, sepse Bashkia ka qenë dhe sponsore, por dhe përfituese. Për këtë çështje kemi dërguar disa shkresa si Bashkisë së Tiranës, po ashtu dhe Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, po ashtu kemi shkruar dhe publikisht për këtë çështje. Kemi zero përgjigje, vetëm lojra fjalësh. Bashkia e Tiranës, në vend që të bëjë transparencën dhe të japë përgjigje për një kërkesë që nuk i intereson vetëm medias, hesh duke fshehur atë që vetëm zyrtarët e bashkisë e dinë. Informacioni kërkuar ka interes për publikun, për taksa paguesit, që duan të dinë se çfarë ndodh me të ardhurat që bashkia mbledh dhe supozohet se duhet të mirë menaxhoj apo të shtoj. Cila është arsyeja që Bashkia e Tiranës i fshet të dhënat që i kërkon CNA? Mos vall kontratat për dhënien me qira të sipërfaqeve të reklamimit në aktivitete të ndryshme të zhvilluara nga Bashkia e Tiranës në letra janë shumë herë më të vogla se në realitet? Mos vall kalojnë nga kompanitë e marketingut të lidhura direkt dhe indirekt me vëllain e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj? Në fakt, fshehja e këtyre të dhënave nga Bashkia e Tiranës bën bashkëpunëtor të gjithë zyrtarët e bashkisë që nuk përgjigjen, por në mënyra të ndryshme shmangin kërkesat dhe nuk bëjnë transparencë. Në përgjigjen e vetme të dërguar nga Bashkia e Tiranës, na kanë dërguar shembull një kontratë boshe, duke treguar mënyrën se si aplikohet. Me aktin e moskthimit të përgjigjes, zyrtarët po shpërdorin detyrën, të cilët dhe pse kryetari i tyre është në burg, dhe pse drejtor apo zyrtar të këtij institucioni janë nën hetim, ende guxojnë të fshehin informacionet. Kjo përbën një tjetër skandal në të cilën përfshihet Bashkia e Tiranës, duke mos u përgjigjur kërkesave për transparencë, bëj atë që mund të jetë një aferë radhës.